Ngjarjet e fundit në Bashkinë Tiranë kanë shtruar dy pyetje shumë të rëndësishme që ngre media, opinioni publik, por edhe më gjërë. Njëra nga pyetjet është a do të ketë zgjedhje në Bashkinë Tiranë, zgjedhje të pjeshme. Për të përgjigjur kësaj pyetje, duhet të mbajmë parasysh dy ligjet kryesore që rregullojnë këtë proces. E para është ligji 139/2015 për vetëqeverisjen vendore dhe kodi zgjedhor. Le të marrim me radhë. Çfarë përcakton ligji 139/2015 për mandatin e kryetarit të bashkisë në rastet e arrestimit, ose kur mundet të bëhen zgjedhje të pjeshme në një bashki? Duhet sqaroj, arrestimi nuk përbën automatikisht përfundimin e mandatit të kryetarit. Arrestimi nuk është dënim. Mandati i tij do të përfundonte sipas nenit 61 vetëm nëse 1. Jep dorëheqje. Deri tani këtë nuk e kemi. Dënohet në vendim gjykate të formës shprehje. Deri tani edhe këtë nuk e kemi. Shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të ligjeve dhe të kushtetutës, siç përcakton neni 62.a, edhe ky nuk është rasti në këtë moment. Por ka dhe një nën tjetër që Ligjvënsi ka parashikuar për hapësira të mëtejshme, që ka të bëjë me nenin 62.c, që thotë kur kryetari i bashkisë nuk paraqitet në detyrë për 3 muaj rresht, shkarkimi i tij propozohet nga Këshilli Bashkiak. Pra, a jemi në këtë rast për të zbatuar këtë nen? Këtu ngrihen disa pikpyetje të tjera që lidhen me faktin. Mos prezenca e kryetarit të bashkisë në rastin e arrestimit, a quhet i arsyeshëm apo pa e paarsyeshme? Dhe kjo ngre një debat shumë të madh. Unë kam menduar që pas 3 muaj, cili do të jetë statusi i tij juridik, Këshilli Bashkiak duhet të kërkojë zgjedhje të pjeshme për Bashkinë Tiranë. Pyetja tjetër shtrohet, kur mund të mbahen këto zgjedhje të pjeshme? Atëherë, sërish, ligji dhe kodi zgjedhor në nëndin 10 kanë parashikuar që në momentin që bëhet njoftimi për vendin vakant në Bashkinë Tiranë, duhet që këto zgjedhje të zhvillohen jo më parë se 30 ditë nga momenti i njoftimit dhe jo më vonë se 45 ditë nga momenti i këtij njoftimi. Çka do të thotë, në momentin që është i qartë që ka vakancë në Bashkinë Tiranë, procedurat janë të qarta, presidenti duhet dekretojë zgjedhjet në këtë hapësirë që ka përcaktuar legjislacioni shqiptar.